Janë njësit elit të policisë shqiptare dhe greke, Renea dhe Ekam, në stërvitjen e tyre të përbashkët përfundimtare. Në këtë simulim një autobus u mor peng me pasagerët në bord. Ndërhyrja e Reneas dhe Ekam është e shpejtë, në pak qaste agresori dhe bashkëpunëtorët përfundojnë në pranga. Ceremonia përmbyllëse e trajnimit të përbashkët një javor u zhvillua në repartin e Reneas, ku e pranishme ishte edhe ambasadorja greke në Tiranë, Konstantina Kamici. Për ministrin e Brendshëm Besfor Lamallari, ky trajnim në është shumë më tepër se sa një stërvitje. Është bashkëpunimi, është ndarja e përvojës, është besimi që rritet mes jush dhe që dëshmon që jo vetëm kjo skuadër speciale, por gjithë policia e shtetit dhe policia greke mund të fuqizojnë akoma më tepër bashkëpunimin e tyre, bazuar në besim dhe në respekt reciprok. Lamallari shprehu angazhimin për të forcuar bashkëpunimin mes policisë shqiptare dhe homologëve grek. Janë shëmbëltyra misionit fisnik të policive të dy vendeve, të cilat sigurisht arrin deri në sakrificë për të garantuar rendin dhe sigurinë e qytetarëve dhe të rajonit. Sfidat si krimi organizuar, terrorizmi dhe krime transnacionale kërkojnë bashkëpunim të ngushtë mes vendeve, sidomos në kontekstin e integrimit evropian. Bashkëpunimi me grekët është shëmbëltyra e angazhimit.